Drejtësia dhe ndikimi në drejtësi ka përplasur në mënyra deklarative Bashkimin Demokratik për Integrim dhe Koalicionin Vlen. Nga opozitarja BDI deklarojnë se kapja drejtësisë pranohet publikisht nga partnerët e qeverisë. Sipas tyre, shteti nuk mund të ndërtojë të armë europiane mbi themelet të një drejtësie të kapur. Deklaratat e dhëna dje nga Izet Mexhiti, një nga drejtuesit e një partie të vogël brenda koalicionit qeverisës, janë tronditëse dhe thellësisht alarmante për çdo qytetar që beson në shtetin e së drejtës. Në një dalje televizive në një nga mediat proqeveritare, zotri Mexhiti deklaroi se nëse Taravari vendos të bashkëpunojë me BDI-n, atëherë qeveria do i bën favore BDI-s për të liruar të akuzuar për korrupsion. Kjo nuk është një lapsus, kjo është një pranim publik se drejtësia në këtë vend është e kapur dhe se qeveria mund të ndërhyjë në vendimet e prokurorisë dhe gjyqësorit. Ndërkaq, nga koalicioni Vlen, akuzojnë pikërisht BDI-n se është, siç thonë, emëruesi kryesor i të gjitha ndikimeve në drejtësi. Nuk ka hipokrizi më të madhe se kur BDI qan për drejtësi. Mjaftojnë vetëm 3 pyetje të shpejta. Kush e nisi fushatën mediatike kundër kryetarës së Gjykatës Supreme? A ishte kjo fushat për të siguruar që faljet e Gjorgje Ivanovit të vlenë edhe për Nikola Gruevskin? Kush i solli ndryshimet e turpshme në kodin penal? Përgjigjja është e njëjtë për të gjitha. BDI është emëruesi i përbashkët i çdo vendimi të porositur në drejtësi. Po kjo BDI, shtoj nga koalicioni Vlen, ka tentuar që t'ia shtronte qilimin e kuqe Nikola Gruevskit në Shkup, ndërsa shtojnë se koha e tyre ka kaluar, pasi shqiptarët sipas koalicionit Vlen e kanë dhënë verdiktin.